Arsyeja ke që motrat e në privatësi jetës tem bashkë me nanën e tina. Ma ka ndalu edhe telefonin me fol me familjarët mi edhe shumë gjana tjera. Burri nuk e lypi ndarjen, vendosa më largu shkaku i dhunës, edhe mi ka qu videot e tina me femra tjera. Edhe për kundrazim ka thonë kemi majt 9 muaj fëmin, mas 9 muaj e kena marrë me ta marrë. I kom thonë se ka me shku deklarimi janë polici edhe në gjykatë, më ka thonë që kena marrë për matë madhe dhe matë voglin, me jo faru nëse shka ne jep deklarimin policijës në gjykatë. Unë jam njoftu me bashortin bazë snapit, ajo kanë me një që tem lidhja, unë da me ta dhe më ka pëlqy ma eret, ndjenje nuk u mujtë minale dhe për ata u kom vendosë me kanë bashkë, po... A i gjende me ja folë kitë këto gjona që ti ka bu me fillu prap njët për fillimit? Unë ja falin, për ndështë Allah s'ja falë. Dregon cëllë është momenti ma i fështirë, ose ma jaron një që i ki posë në herë? Ndarja nga ish bashkëshorti. Ndarja, ka që shumë ko që një ndo? I ka që 2 javë. Që 2 javë. Më dregon pëse cila kja arsyet që o divorcut? Arsyeja ke që motrat e në privatësi jetës tem bashkë me nanën e tina. Më thonë, ato u përzishën jetën ju? Po. Qka u përzishën, kanë zëmë? Do më thonë çdo fotografi, çdo sen që kum vesh privatësi temen, do më thonë gjithmonë burrit i kanë shkruar kontakt derisa ma kanë ndalu edhe telefonin me fol me familjarët mi edhe shumë gjana tjera. Burrat ka jetu këtu apo? Burri ka jetu në Kosovë, edhe ka punu. Edhe do më thonë, i kanë qu fotografi tuat, çfarë fotografi për shembull? Fotografi nëse kum postu diçka në WhatsApp, në story, ato e kanë bërë screenshot edhe kanë thënë se që gruaja jote çka po poston. Ajo gjë normale që do si jam qik ose nuse, normale privatësia jam e postu foto. Më thonë, gjdo sen që ati ki postu e kanë qu gjallit vetë? Lavit vetë. Lavit vetë, falem. Po. Aja e kanë qu gjallit vetë, nona e... Jo, motrat më shumë. Motrat kanë shti që ju mundoset? Besoj që motrat, shkaki motrat që jena nda. Pasane që shërë punë dhe divorcit, shka të tha burri? Burri nuk e lypi ndarjen, vendosa më largu shkaki i dhunës, që më ka godit, edhe do më thonë më ka lëshu gjakderja për tina. Goditu edhe a pa të arsye pse të godite? Jo, vetëm që nuk ishe gjatë natës ato në shpe, isha të ku nata, derisa erdhen familjarët me tanë në shpe, më goditi vetëm që hina në dhomën e ti. Më thonë, edhe pse hinë dhomë të burrit tëndë, prapë se prapë të ka godit? Më ka godit njerë me 3 box, do më thonë më ka lëshu gjakderja, mas 10 minuta për sëri më ka godit. 7 zona e? Po, jam 7 zonë, fillimi javës 3. Da është do shkolla e lindë edhe rritet fëmija që është mas mirë. Inshallah, faleminderit. Do më thonë, tash të sot, a vendosë më këty prapë të bashkëshorti apo jo? Të bashkëshorti kthejna vesh me një arsye nëse ai jeton vetë, ose në atë shpivesh nëse nuk më përzihet askush në jetën tem, privatësinë tem. Do më thonë, atë kam bo stres presion? Gjithmonë jam konë me stres. Gjithmonë. Normal më kanë përzi se nuk banë me fol me familjarë tu, ma kanë delu telefonin, familjen do të më thirë një 2-3 javë, do më thonë përsi jam martu nuk me harroj familjen, se familja o pika jem e dëpt. Do më thonë, ta ka ndalu me folën me familjarë tu? Po, për datës 30 mars, ma ka ndalu telefon nuk më patën, të e me 30 maj. Pse mos me folti me nonën, babën tënë, motat e to? Babën fatkeqësisht nuk e kam, babën ka dekse në 19 vjetë, po nuk e di arsyeja cila kam, do është arsyeja që më ka shkru dikosh edhe mi ka qu videot e tina me femra tjera. Do është për ata më ka ndalu edhe telefonin. A të ka trathu? Besoj që u tradhti kjo. Përderisa mi kanë qu videot, besoj që u tradhti. Ku i thaj do të qyre video ti do në trathu, qka të thaj? Unë jam kanë të hangër buk me kunatën edhe virën, do më thonë gruën e kunatit, edhe ai ka orë ka thonë se që kjo po më shkruan, kam ja kalzu videot grus tane. Në atë moment unë nuk e kuptova se qka u ka ndodhur njerë, kur ku minë snap temen, telefon virët e kuptova videot edhe ato sene. Edhe i pove do më thonë që bashkëshorti edhe pas ka trathu? Po. Edhe prapja fole trathin? Nja fale, për hir dashurisë ja fole edhe tash ja fole, po përderisa kanë një motrat të tjerë në mesin tem, veshjen tem, privatësin tem, besoj që nuk fale që kësa. Cila është arsyeja pse këto po reagojnë në kësi mënyrë ndaj teje? Tjera bashkë me kunote? Nuk e di. Nuk e di, nuk kam arsyeja, nuk e di. I kum respektu, dhe në pikën e fundis, vjerën e kum po gjithmonë krah temen, dhe në pikën e fundit maksimum i kum respektu, dhe i respektoja pet, edhe pse ma kanë bëu këtë padrejtësi, po privatësi temen nuk e lejoja skandin. A ki kontakt me burr tash? Jo, për momentin nuk kam me ata asnjë kontakt. As nuk të ka lajmëruar piqenin ndosjeq? Jo, fatkeqësisht dje kum po gjakderdhe, i kum lajmëruar kunatën e tina. Në fakt motrën e tina kum lajmëruar, kum thonë se kam gjakderdhe, as nuk kum lajmëruar, as nuk janë thonë se çka po ndodh me fushnjën nëse marr për kujdesjet fushnjës. As se ka interesuar fëmia që te jetë mojnë marr për. Jo, për momentin përderisa ata nuk vinë kontrollat, se diçka besoj që nuk intereson. Edhe ai nuk o prend. Përsa nuk kujdesi për ta. Sa ja vlen me u kthy një njerit i cili nuk kujdeset për fëmijën e vet, cilën është gati vishte me lind. Nuk ja vlen, po me sa është fëmia i tij, besoj që ja kesh vlejt, ama për çdo sen, nëse ai nuk kujdesin që të fillim, për fëmijën e vet, besoj mbas një kohë nuk kujdeset hiç. Edhe për kundrazim ka thonë kemi mbajt 9 muaj fëmin, mas 9 muaj e kena marrë me ta marrë.
Fëmin ka? Po, më kanë thonë, edhe nuk ka njeri që mund më marrë fëmin, përderisa unë jam nona tina edhe kam kujdes për ta. Do thonë edhe ka pasur kësaj lloj kërcimi që të fëmin e lind dhe e ketë veç na vina ta marrin. Po, dhe fundin e herën e mbrëmjes me 30 maj kur e kum kërku vllavin tem, më marr, atje te ish bashkëshorte, shkoku i dhunës. I kum thonë se kam shku deklarim me janë polici dhe në gjykatë më ka thonë që kena marrë për më të madh dhe më të voglin me ju faru nëse shkon jep deklarimin policisë në gjykatë. Pastaj të s'ke mujt më shku më në polici? Jo, kanë shkuar ata në fakt, se kum qenë në Instagram fotografitë e mia dhe tina i kam, kanë shkuar kanë paraqit ndërsa ne kum paraqit dhunën që më kanë bë. Okej. Do thonë ka përdorur edhe dhunë teja, ka ditë ai që ti shtazon po edhe ka përdorur. Po, e ka ditë. Me datën 29 maj kena kuptu te ginekologu Bashkim Latifi këtu në Skënderaj me analizë që jam shtatzon, ndërsa me datën 30 maj para se marr vllavin tem më kanë godit burri. Edhe ka thirr vllavin e vet, hajde se edhe çdo herë mesazhe pitina kum pat, vetë sa kthena në shtëpi se ka me të bë gjak. Mesazhet e tina më shpejt që kanë qenë. Shpesh, domethënë sa herë ka dalë like, mesazhi i tij kon sa të vi ka me të bë gjak. Domethënë gjithmonë gjatë gjithë kohës unë jam kon me stres. Domethënë pas ke pas këtë presion gjatë gjithë kohës. Gjithë kohës, domethënë 2 muaj e 2 javë kum nejt nuse në shtëpi. 2 muaj e 2 javë. Po, domethënë me 15 mars jam martu, me 30 maj jam do. Që njoftuar me bashkëshortin vallazë. Po, dhe fundin e herën e me 30 maj kur e kum kërku vllavin tem, më marr, atje te ish bashkëshorte, shkoku i dhunës. I kum thonë se kam shku deklarim me janë polici dhe në gjykatë më ka thonë që kena marrë për më të madh dhe më të voglin me ju faru nëse shkon jep deklarimin policisë në gjykatë. Pastaj të s'ke mujt më shku më në polici? Jo, kanë shkuar ata në fakt, se kum qenë në Instagram fotografitë e mia dhe tina i kam, kanë shkuar kanë paraqit ndërsa ne kum paraqit dhunën që më kanë bë. Okej. Do thonë ka përdorur edhe dhunë teja, ka ditë ai që ti shtazon po edhe ka përdorur. Po, e ka ditë. Me datën 29 maj kena kuptu te ginekologu Bashkim Latifi këtu në Skënderaj me analizë që jam shtatzon, ndërsa me datën 30 maj para se marr vllavin tem më kanë godit burri. Edhe ka thirr vllavin e vet, hajde se du me myt. Edhe çdo herë mesazhe pitina kum pat, vetë sa kthena në shtëpi se ka me të bë gjak. Mesazhet e tina më shpejt që kanë qenë. Shpesh, domethënë sa herë ka dalë like, mesazhi i tij kon sa të vi ka me të bë gjak. Domethënë gjithmonë gjatë gjithë kohës unë jam kon me stres. Domethënë pas ke pas këtë presion gjatë gjithë kohës. Gjithë kohës, domethënë 2 muaj e 2 javë kum nejt nuse në shtëpi. 2 muaj e 2 javë. Po, domethënë me 15 mars jam martu, me 30 maj jam do. Që njoftuar me bashkëshortin vallazë. Unë jam njoftuar me bashkëshortin bazë snapit, ajo kanë me një shoqe tem lidhja, unë do me ta dhe domethënë penon në shkurtit e kena fillu lidhjen tonë. A pse ka qenë me shoqen tonë? Po. Okej. Se shoqja ka tralltu, domethënë tani më ka pëlqyer më herët, ndjenja nuk u mujt më nal edhe për ata u vendos me kon bash, po nuk më besoj që më del kështu. Po. Pa mujt me kthy kohën mas. A ishe martu me to? Jo. Jo. Ai gjendë më fol kit këto gjëra që ti ka bëu me fillu prap një jetë për fillimit. Unë ja falem, po ndoshta Allahu s'ja fal. Rizotit Allah shnetin inshallah. Veç edhe një mirë për ty. Faleminderit. Po Allah që të mora ku. Po një herë. Allah shnetin. Respekt, faleminderit shumë për te. Kaleni mirë. Ciao ciao, respekt.